Modernizimi i infrastrukturës ekzistuese po vijon në një tjetër aks të rëndësishëm siç është superstrada Tiranë-Durrës, e cila do të kthehet në një autostradë të kategorisë A, duke shtuar korsitë e lëvizjes për një lehtësim të ndjeshëm të trafikut. Kryeministri Edi Rama përmes një postimi në rrjetet sociale postoi pamje nga punimet se kjo autostradë do të lehtësojë ndjeshëm qarkullimin e automjeteve të panumërta në këtë aks dhe do të jap Tiranës një hyrje edhe më dinjitoze, ndërsa Shqipërisë turistike një frymë të re. Kryeministri Edi Rama dhe zëvendës kryeministra dhe ministre e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku inspektuan punimet që po kryen në kantierin e këtij aksi. Rama sugjeroi që hyrja për në kryeqytet të jetë e veçantë për sa i përket arkitekturës, duke përfshirë më shumë element artistik. Ai theksoi se duhet të vihen pemë të larta e mbase duhet të gjejnë një mënyrë të krijojnë një mur dekorativ, një lloj ndarse dekorative. Mund të gjejmë një gjë që të bëhet shumë e bukur midis të dyjave. Sipas tij, duhet menduar, duhet një gjë artistike se është hyrja e kryeqytetit. Ndoshta mobilizojmë të gjithë arkitektët, të bëjmë një copë secili dhe të bëhet si korridor artistik. Kryeministri kërkoi po ashtu edhe hartimin e një masterplani për të shmangur problemet e krijuara nga trafiku i brendshëm.